E teksa nxënësit kalon me një librat për të pushuar për gjatë verës, Ministri e Arsimit të nxjerr kalendarin e vitit të ardhshëm shkollor. Shkollat do të nisë më datën 10 shtator. Pushimet e para të gjata do të jenë ato të dimrit, që fillojnë më datën 24 dhjetor deri më 6 janar 2013. Sipas llogaritjeve për vitin e ri shkollor 2012-2013, në total do të ketë 7 ditë pushime për shkak të festave kombëtare, atyre të fundvitit dhe festave fetare. Gjithashtu do të ketë pushime dimri dhe fund semestri. Ka një kalendar i cili përcakton 7 ditë që janë ditë të festave, dhe këtu kur përcaktojmë ditët e festave kemi llogaritur pra Qena Bajrami, ditët që të thash, ditët e tjera ka disa ditë që bien e diel, për shembull, festa e rinisë që është 8 dhjetori i bie ditë e diel dhe nuk shtyhet, pra nuk është ditë e hënë që të jetë pushim, Pashkët bien të dyja në ditë diel, megjithëse siç thash një ditë është vetveti pushim gjithë java që është pushim, ndërsa festat e tjera janë përcaktuar që është data Bajrami, 19 tetor, 28-29 pra që bëhen bashkë 4 ditë, dita e 5 është 14 marsi, 22 marsi që është festa e Sultan Novruzit është dita e 6 dhe dita e 7 është 1 maj dhe këtu përmbyllen të gjitha këto pushime. Viti shkollor përfundon datën 7 qershor të 2013-s, ndërsa periudha e provimeve të lirimit do të jetë 10 deri në 23 qershor 2013, ndërsa arsimi mesëm pa përfshirë maturën do të përfundojë vitin shkollor më 14 qershor. Mehmeti sqaron se maturantët përfundojnë ciklin e mësimeve në 24 maj 2013, ndërsa periudha e provimeve të maturës shtetërore do të jetë 24 maj deri në 30 qershor 2013.